Sa vetë mo veç me bajat e fol me bashortën, boll, tamam, okej, na le, pse se u ka bo mo mlef, edhe pi mlefit mos di ç'mi anxher edhe boll, e ki pas sa shpesh ndodh familjet e tona, cilët janë problemet që ndodhin familjet e tona më shpeshti, se për shembull ne kena disa probleme, për shembull kjo është më shumë për jetën bashkëtorë, e keni problem me bashortën, aty se diskuton. Nuk e diskuton një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, edhe ja nis pi një idejës, pi një gabimi që ja shef partnerit, bot një gabim tjetër, edhe vinë të shtu gabimet, apo? Ju beqartë nuk e dini, po të martum të din këtë ma shpesh, edhe akumulohet ma shumë problemi, apet ma shumë, edhe disa e vetë mo veç me bajat e fol me bashortën, boll, tamam, okej, na le, pse se u ka bo mo mlef, edhe pi mlefit mos di ç'mi anxher edhe boll, për që ata çdo herë dhe në familjen tane kur ndodhin probleme, me gryën tane, me nanën tane, me vën tane, me vllajin tane, me këtë që e ki rreth, lip me ul me thonë, ej, valla çket e ki gabim, ti çket e ki gabim, çket e ki gabim, mundohet ta përmirësoj se çka na bën problem jetën tonë, çka neve s'na jep rahati. Për që ata çdo herë problemet zgjidhen duke i komunikuar me njëri tjetrin, edhe dy ka treguar njëri tjetrit. Po jo me ja dhon gabimin, ej, ti gabim e ke midis me gjithë. Jo, e nal, e merr, e thirr, ja jep një kafe, mundohesh me fjalë më të mira me ja thon që e ki gabim, që ai ta shohë se për një me ka gabim edhe të reflektoje.